Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Të dashur miq, selamu alaikum. Ju përshëndes kudo që jeni. Paqja bekimi Allahut qoftë mbi ju. Është e veçantë të shohësh dy vëllezër të lumtur, të ulur në një tavolinë duke bashkë biseduar. Duke bashkë biseduar për çështje të përbashkëta. Është e këndshme vërtet të shohësh vëllezërit që para shumë kohësh ishin bashkë. U ndanë për një kohë dhe prapë u bashkuan. E kemi prit me ngulm dhe me etje të madhe të jemi bashkarisht me gjithë kokat intelektuale kado që janë në trojës shqiptare. Kësaj radhe në takimin tonë do të kemi të mundur të bashkëbisedojmë me një vëlla tonin, me një teolog, magjister Sabahudin Jeshari, i cili na ka nderuar dhe ka ardhur nga Tirana. Do të jemi bashkarisht në këtë emision. Profesor, mirë se vini. Mirë se u gjetëm. Shpresoj të ndiheni mirë. Jam shumë mirë. Vërtet, musafiri i kësaj radhe është tepër i veçantë. I veçantë edhe për mua, se vërtet dija e tij, përvoja e tij është jashtëzakonisht e suksesshme. Është një njeri që thellë njeh çështjet e fesë, është njeri që vërtet ka shëtit dhe ka dalë e njeh botën mirë, sidomos trojet shqiptare. Profesor Sabahudin Jeshari shkollimin fillor dhe të mesëm e ka kryer në Shqipëri, pastaj fakultetin në Medinën e Arabisë Saudite. Më pastaj studime postdiplomike ka kryer në Universitetin e mirënjohur El Azhar në Kairo, të Egjiptit. Tani është në përfundim më sipër, është para diplomimit në shkencat juridike në Shqipëri. Do të bashkëbisedojmë për tema të ndryshme dhe shpresoj që vërtet ky njeri ka ardhur nga Tirana që vërtet na ofroi më përse afërmi shumë çështje të Shqipërisë mëm, gjendja atje, populli atje, si zhvillohen ngjarjet atje dhe disa këndvështrimet e tij edhe për gjitha situatat që ndodhin rreth nesh. Profesor, edhe një herë ju përshëndes. Faleminderit shumë. E di që mund t'ju kem bezdisur nga Tirana, po shpresoj se do t'ja kaloj mirë. Është kënaqësi. Unë me sa ju njoh, di që jeni një hoxh i preferuar nga opinioni i gjerë dhe e di që qarkulloni në për gjitha trojet shqiptari, i ftuar shpesh edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në për gjitha qytetet e Shqipërisë. Në fillim më intereson si është zhvillimin krejt trojet, zhvillimin e islamit e kam fjalën në të gjitha trojet shqiptare. Eventualisht çka shet përbashkët dhe çka eventualisht mund të jetë dalluese mes muslimanëve në këto tri hapësira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Realisht jam i nderuar që ndodhem këtu në mes tuaj. I lutem Allahut mëndshëm që t'ju japi sukses. Faleminderit. Të nismë kaq të rëndësishme. Siç lutem Allahut mëndshëm t'ju japi bereqet dhe begati në këtë emision dhe të gjitha emisionet që keni kryer, vazhdoni t'i kryeni dhe do t'i kryeni në vazhdim. Për sa i përket pyetjes që sapo shtruhat, mendoj duke u referuar përvojës time modeste në lidhje me aktivitetin islam, mendoj se gjëja kryesore e përbashkët mes zhvillimeve të islamit në trevat shqiptare është predispozicioni i rinisë shqiptare dhe gatishmëria e kësaj rinie për t'u qasur pozitivisht islamit. Kjo është ma pozitive në gjithë procesi. Realisht ashtu është, kudo që shkoj, thirren për ligjërata, aktivitete, i thirrur apo edhe me iniciativa të mia, gjej një gatishmëri dhe një eti madje dhe një ashk të rinisë shqiptare, ka shifes, dhe jo vetëm asaj rinie, le të themi,
tek e cila më njëherë na shkon mendja kur përmendet termini rini, pra tek rinia intelektuale, studentore, por edhe tek ajo para universitare, tek shkollat e mesme, madje edhe para asaj, edhe tek fëmijët, gjen një dëshirë të pastërt, sinqert, të vullnetshme, të ndërgjegjshme për t'u qasur fesë. Dhe të krijohet përshtypja, pa egzagerim, se kjo rini është e etur për fenë dhe ka ashk për të, për arsye se gjen tek feja, pra ka konstatuar se tek feja mund të gjejë atë gjë që nuk e gjen gjikundi. Mbase, edhe rinia shqiptare ka arrit të konstatoj, si me thënë, të provoj me i fe, ose më drejt të shijoj atë, si me thënë, eksperiencën disa dekadore të popullit shqiptar, të përfitoj nga ato prova të shumta që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen me popullin shqiptar, me i fe, duke i dhënë kahje të ndryshme, si me thënë, format ndryshme, qasjet ndryshme etj. Etj. Më radhë. Mendoj se edhe kjo shtresë ka arrit të konstatoj tek Islami një element shumë të rëndësishëm me i fjalë për dhe qëndësishëm me i fjalë të këtij populli. Pra mund gjej tek Islami atë që mbase nuk mund ta gjej ose tërësisht ose jo të plot me i fjalë tek diçka tjetër veç Islamit. Ndoshta profesor, askush se ka prit do të thotë, sidomos domthon pas dekadën e parë të shekullit 21, domthon askush se ka prit gjithë këtë rilindje do të thotë, sidomos kur flasim për Shqipëri. Do të thotë, sidomos një strukturë, një strukturë shoqërisë që kanë qenë më të vjetër, të cilët kanë përjatuar, e kanë jetuar haramjen e Islamit këtu troje. Ndoshta ata kanë qenë njerëz më pesimistë se edhe një herë do të jetë gjithë ky vroll i shqiptarëve karshi fesë. Do të thotë, kjo tani vërtet çapo ndodh është shumë inkurajuese dhe për disa njerëz është e pabesueshme. Duhet të them diçka ndoshta në këtë kontekst se është një lloj sfide, domethënë kthimi i vrollshëm i kaq shumë i shqiptarëve në përgjithësi, po sidomos edhe domethënë i struktura të trive, është një lloj sfide sidomos për teologët, sepse tani duhet edukim. Do të thotë, të edhin që jo dhe çdo kush sa fillon të falet, do të thotë që ai e ka përmbyll edukimin, aty ka filluar procesi i edukimit. Sa është edhe sfiduese këtë. Ju jeni një teolog. Është vërtet ka kthem, ka vroll të madh në xhamia, njerëz të interesuar. Mirë, po kjo vjen me gjithë sfidën se këta njerëz dojnë edukim. Për ata edhe shpesh ndëgjojmë incidente të vogla aty këtu, se rezultati i kthimit vrollshëm. Jam totalisht dhe jam absolutisht shumë dakord me këtë që po thuat. Realisht edukimi islam për një tri, po jo vetëm për një tri, por çdo kënd me fjalë që fillon të rinovojë jetën e tij nëpërmjet islamit, sapo ka filluar me hyrjen e tij në xhami. Dhe kuptimi ose koncepti i kundërt është totalisht gabim. Nëse teologu apo kushdo tjetër apo vetë edhe personi frekuentuesi i xhamisë, frekuentuesi i ri, në momentin që sapo hyn në xhami, mendon me fjalë ftuesi, hoxha, imami apo edhe vetë një frekuentuesi, se ai tashmë ka përfunduar, ka mbaruar, si më thënë, ka mbaruar roli i tij me fjalë misioni i tij lidhur me përkushtimin, me momentin që ai ka filluar të vërë kokën në sejdë, realisht me fjalë kjo është totalisht gabim. Spari me fjalë duhet kuruar në aspektin teorik. Namazi vetvete nuk është gjë tjetër përveç se një mekanizëm. Është një mekanizëm më perfekt që ka vendosur Allahu Madhnushëm për të shtyrë ose për të ndihmuar robën e tij, njeriu, për të vazhduar rrugën e tij drejt kënaqësisë së Allahut Madhnushëm. Dhe namazi nuk është qëllim vetvete. Namazi është mekanizëm hinor për ta ndihmuar njeriu për të ngritur në gradat më të larta. Edhe në momentin që njeriu sapo fillon namazin, ai sapo ka filluar ta përdori këtë mirësi të madhe. Dhe realisht me fjalë aktualiteti tregon se në momente të caktuara kur është anashkaluar ose nuk është vlerësuar mirë kjo çështje që ju sapo cituat, kemi pra vrejmë me fjalë stonime të përkushtimit fetar edhe tek trit. Pra vrejmë një lloj jete të dyfisht mes përkushtimit fetar edhe mes sjelljes me fjalë jo fetare. Mos harrojmë asnjëherë se ai i ri, le të përqendrohemi tek rinia, ai i ri që vjen nga jashtë xhamisë me disa sjellje, habitate, zakone,
vese të caktuara. Momenti që vjen xhami, ai sapo është futur tek laboratori me fjalë kurimit të shpirtit të tij, të mendjes së tij dhe të moralit të tij. Pra ai ka mbart me vete me fjalë nga jashtë xhamis në xhami. Nga jashtë xhamis në xhami. Dhe nëse në momentin kur ai futet në xhami apo në institucionin fetar, apo në OJF të caktuara, pra kur ai fillon të kontaktojë me ta, nëse me fjalë nuk punohet me të që të kurojë me fjalë moralin e tij, sjelljen e tij, idetë e tij, mendimet e tij, do të shohim me fjalë që dal ngadalë ose do të përfundojë në një jetë të dyfisht, edhe fetar, do të vazhdoj deri në fund, edhe adhurues me fjalë, por njëkohësisht edhe praktikues i disa veseve jo islame, të cilat natyrshëm reflektojnë edhe në marrëdhëniet e tij me njerëzit. Ato e përcjellin vazhdimisht. Edhe ato e përcjellin. Ose zot na ruaj, do të vijë një kohë me fjalë që ai do ta lë për kushtimin fare. Dhe vetëm gjë me fjalë për shpëtuar nga këto të dyja është puna e vazhdueshme me triun musliman, që ai me fjalë të konceptojë drejt fenë e Zotit, ta ndjejë drejt atë, të pajiset me moralet islame, të reflektojë këtë adhurim që ai bën në xhami apo në institucionet fetare, në marrëdhëniet e tij me njerëzit dhe ngadalë etj etj, duke pas parasysh se ky është një proces që vazhdon derisa njeriu të dorëzojë shpirtin e Allahut mëndueshëm. Nëse guxoj me konsideru një lloj konstatimi, do të thosh, mund me konsideru një konstatim se ka një rilindje, ka një kthim të vrullshëm dhe përket jemi të pajtimit të gjithë. Mirë, po megjithatë duhet jemi të gjithë të vëmendshëm dhe vigjilent për sfidat që domthonë i përcjell ky kthim i vrullshëm. Të falenderoj që e potencove edhe një herë, sepse na ktheve përsëri tek elementi i hoxhës ose elementi i kuadrit fetar. I kërkohet vazhdimisht, unë edhe vetë kam konstatuar, po siç kemi konstatuar gjithë ne, që hoxhës apo imamit apo kuadrit fetar i kërkohet vazhdimisht të jetë koherent me zhvillimet aktuale. I kërkohet vazhdimisht të jetë koherent me dijet aktuale, me përvojat aktuale, me njohjen e mentalitetit të triut, të psikologjisë së tij, të zhvillimeve rreth tij etj etj, që ai të përgjigjet vazhdimisht me fjalë nevojave të vazhdueshme dhe të ripërtritshme të kësaj rinie që vrullshëm po i kthehet institucionit fetar, po i kthehet fesë me fjalë dhe po i kthehet adhurimit të Allahut të Madhërisht. Ne këtu përballemi kjo sfidë ka dy element kryesor. Elementi i mangësisë ose si le të themi i mungesës së hoxhallarëve të kuadrove fetar, dhe këtu kryesisht me flas për Shqipërinë. Dhe e dyta gjë që ka të bëjë lidhje me gjitha trevat, prezenca, pra kemi element me fjalë, kemi kuadër fetar, në shumë raste gjejmë kuadër fetar, por me fjalë plotësimi i tij në të gjitha dimensionet e duhura dhe të mundura, sa mund ta luajë rolin e edukimit. Kuptimi. Pra, me fjalë, nëse pra ai nuk në rastin kur ai nuk luan ashtu siç duhet rolin e edukimit, do të thotë që ai stonon në dimensionet e duhura të cilat ata e plotësojnë me fjalë kuadrin fetar për ta bërë të gatshëm dhe të mundur rolin e tij në edukimin e brezit të ri. Më intereson, profesor, me diskutu një nocion konsideroj që është shumë i rëndësishëm. Dhe tani ne po diskutojmë bashkarisht problemet natyra ndryshme, po dhe përparësinë këtë rast të gjitha trujeve shqiptare, po sidomos për Shqipërinë ju edhe vini anë dhe sigurisht që njihni në detaje gjitha çështjet e Shqipërisë. Më intereson nocioni çështja prioriteteve. Tani është edhe në rrafshin islam është duke u shënuar shumë, ka shumë tituj rreth prioritetit. Më intereson të diskutojmë diçka për prioritetet. Po prioritetet në dy çështje. Prioritetet në zbatimin e normave fetare, do të thotë a përmban edhe feja prioritetin në aplikimin e normave. Na po flasim për një kthim të vrullshëm. Na po flasim për një njerëz i cili nuk ka qenë fetar. Kushtimisht, po ka qenë besimtar, po megjithatë s'ka qenë i përpekt. Dhe tani dëshiron të jetë i përpekt. Tani te fillimi i përpikërisë së tij në raport me Islamin, a duhet të ketë këtu prioritete. Dhe pastaj prioritetet në jetën e përditshme. Do të thotë, a shet ti dallim në gjitha trojet këtu shqiptare, apo a mendon se prioritetet duhet të jenë përbashkëta, domthonë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni? E para gjë duhet të kemi parasysh se pavarësisht se jemi ashtu siç ju e cilësuat në fillim të këtij takimi, jemi një popull, jemi një kulturë, jemi një fe, jemi një traditë etj. Siç thot populli, shtëpia adet ka tund e marifet.
Çdo vend ka specifikat e veta. Çdo vend ka specifikat e veta. Por mendoj se dy prioritete kryesore i bashkojnë me i fjalë muslimanët në trevat shqiptare. Prioriteti i parë që është shumë akut, shumë i ngutshëm, shumë i rëndësishëm, shumë jetik, shumë i domosdoshëm, është çështja e mirë shfrytëzimit të kohës. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është prioriteti i parë. Për fat keq, vrej me përvojën time të thjeshtë se në shumë raste, nga shumë kategori, po duke futur këtu me fjalë edhe kategorinë e kuadrov fetar, po edhe kategorinë e rinisë muslimane, koha trajtohet si dimension i jashtëm. Pra koha trajtohet me fjalë si një nga elementet e agjendës së jetës humane, e cila përmban në vetvete shumë elemente të tjerë. Ndërkohë që koha realisht me fjalë jemi vetë ne. Si thot një nga dietarët musliman, o njeri, ti nuk je gjë tjetër përveç se një grup ditësh. Dhe sa herë kur hikën me fjalë një ditë, ka ikur një pjesë e jotja. Nëse do të arrinim që ta shtrinim me fjalë njeriu, qenien humane në kohë, ta shtrinim qenien humane në kohë, i bie me fjalë që çdo ditë që hikën nga koha e tij, ka ikur një pjesë e tija. Në studime, më falë për ndërprerje, studime ma kujtove, kur ishim studime, kemi pas një profesor, kur fliste për çështjen e kohës, me një rast, ai ka qenë shumë njëri, ka pas dëshirë teorinë me konkretizu në kuptim vizual, na pa të marrë, na pa të shkunë të varrezat. Edhe në atë gurin e varrezave, çdo njëri të shënon të emni dhe data lindjes, data vdekjes. Që ky është njeriu. Do të thotë, këtë vit ka lind, këtë vit ka vdek. Që ky është, domthonë, edhe në gurin e varrezave shënohet dita e fillimit edhe dita në farë forme çeto vjet është ky njeriu çeto vjet. Që cilat janë të shënuar në gurin e varrit e tij. Shqyr Zotit nëna e ka lecu Allahu mëndueshëm shumë konceptin e kohës. Po shikojmë tek ajo sure me fjalë e cila ka të vlera aq të madhe, të cilën e kanë potencuar me fjalë jashtëzakonisht shumë dietarët muslimanë, nga këta Imam Shafiu. Pra ka të bëjë lidhje me surën Asr. Allahu mëndueshëm betohet në kohën, wal Asr, betohet në kohën. Edhe vrej me fjalë që direkt pas përmendjes së kohës, Allahu mëndueshëm me fjalë përmend direkt njeriu, me njëherë njeriu. Pse e vallë me njëherë njeriu? Për çfarë? Për arsye me i fjalë se njeriu është vetë koha. Të gjithë njerëzit janë në humbje. Dhe me njëherë pastaj Allahu mëndueshëm, pasi përmend njeriu, përmend direkt fundin e tij përveç kujt? Atyre që kanë besuar. Përveç atyre që kanë besuar, po këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me besim të rëndopt. Jo. Përveç atyre të cilëve me i fjalë kanë besuar me konceptet me i fjalë duke mbas të saktësimit të koncepteve të tyre. Pra besojnë në idetë e sakta, besojnë në vlerat shpirtërore të sakta, besojnë në moralet e sakta, në sjelljet e sakta. Besimi shëndosh. Cilat me i fjalë burojnë me i fjalë nga një Zot i plot dhe i saktë. Dhe i cili do t'japi shpërblimin e tij të plot me i fjalë në botën tjetër. Përveç atyre të cilëve besuan dhe por mos më e lënë me fjalë besimin demagogjik dhe punuan, amilus salihati. Pastaj Allahu mëndueshëm këtu na përmend një dimension tjetër shumë të rëndësishëm, çështja e drejtësisë. Wa tawasaw bil haqqi. Ata porositin një tjetër për drejtësi, ç'le, për çfarë? Ndërkohë që këtu Allahu mëndueshëm mund të ishte mjaftuar shumë mirë me punën, sepse me i fjalë besuan dhe punuan. Drejtësi. Ç'ne drejtësia? Dhe realisht me këtu Allahu mëndueshëm që është i urti dhe i mençuri. Do me i thënë njeriu që vazhdimisht ju njerëz keni për të pas probleme me drejtësi. Dhe keni për të pas probleme gjithmonë me drejtësi dhe përpasoj do të keni probleme me shumë vlera shoqërore. Dhe këto realisht me fjalë për fat keq, populli shqiptar vazhdon ta vuajë në kurizin e tij. Vazhdimisht më lër që ta plotësoj, vazhdimisht me fjalë, si më thanë, bëhet akoma dhe me fjalë her pas here bëhet akoma dhe më e prehtë kriza e çështjes së drejtësisë. Dhe sa herë me fjalë kur bie biseda rreth kësaj çështje, në të gjitha rangjet lind pyetja, po si i bëhet? Dhe shpesh me fjalë shohim tek populli, po të paktën ta përjetojnë fëmijët tanë. Dhe pavarësisht se shohim me fjalë që investohen miliona dhe miliarda në lidhje me këtë çështje, përsëri me nga institucione ndërkombëtare, globale, rajonale,
europiane, edhe ndërkombëtare, si më thënë. Përsërimi prap këtu stonojmë, prap ankohemi ditë për ditë. Li pyeta po cila është zgjidhja? Thotë Allahu më ndoshëm pas los shumë. Zgjidhja është në çfarë? Besimi dhe puna. Si fryt me fjaj kujt? I shfrytëzimit kohës. Pra i them edhe një herë, por edhe dimensioni tjetër, dimensioni i durimit, sepse sa më e madhe të jetë një vlerë, implementimi i saj, apo edhe le të themi rregullimi i saj, apo përmirësimi i saj, kërkon shumë kohë, pra duhet pas parasysh se koha është një nga dimensionet e kurimit dhe kërkon shumë durim. Dhe po shikojmë Allahu Madhnushëm e ka vendosur vlerën e drejtësisë mes 4 vlerave kryesore. Vlerën e kohës, të besimit, të punës dhe të durimit. Që do me thënë, nuk mund të ketë me i fjalë drejtësi në faqe të drejtë, apo korrupsioni me i fjalë, nuk mund të reformohet, nuk mund të rregullohet, nuk mund të ndrejqet me i fjalë përvese në bazë të mirë shfrytëzimit kohës non-stop, të besimit, të punës, edhe këmbguljes me i fjalë të qëndrueshmërisë, i cili me i fjalë sintetizohet tek durimi. Kur ishte te drejtësia na kosovarët në këtë farë sfere të kuptojnë më së miri, sepse na jena në fazën kur njëra prej kushteve të integrimeve është drejtësia. Po mendoj se kjo tashmë nuk është problemi vetëm i Kosovës, po shikojmë që gjithë Europa po vuan me nga ky lloj problemi, veçanërisht Europa e Jugut. Do të thotë, profesor, ti konsideron që prioriteti kryesor që na bashkon gjithë shqiptarëve është shfrytëzimi i kohës. Të konsideron që është një lloj, domthonë, është një farë lloj fshimi kështu nacional. Është problem nacional. Totalisht, është problem shumë nacional. Shive, një dietar musliman thotë kështu: o njeri, e nesërmja jote nuk mjafton për çështjet e detyrat që ka e nesërmja, po sikur t'ia hedhësh në kurizin e të nesërmës edhe një pjesë e detyrave të sotme. Edhe një herë. O njeri, e nesërmja jote nuk mjafton për detyrat që ka e nesërmja, po sikur t'ia hedhësh në shpinë edhe një pjesë e detyrave të sotme. Sa herë themi ne vetë, nesër. Pastaj ngatrohem. E nesërmja e ka detyrat e veta. Detyrat e veta. Edhe pastaj ankohemi, s'kemi kohë. S'kemi kohë. Problemi është tek menaxhimi i kohës. Prandaj Allahu Madhnushëm betohet në kohën, pastaj më një herë përmend kë njeriu për sa njëri ti e vet koha. Dhe këtu pastaj, duke pas parasysh elementin tjetër shumë të rëndësishëm, që el wajibat aktharu min al awqat, detyrat janë më tepër se sa koha. I bie të kalojmë tek prioriteti tjetër. Unë të zgjedh në kohë prioritetin ose detyrën me fjalë më të rëndësishme. Dhe këtë e ka zgjidhur Allahu Madhnushëm. Shikoj çka ka thënë tek ajeti kuranor. Tek surja subhanallahu, tek surja Tebarak. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është Allahu i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën për të parë se kush është më punë miri. Dhe jo për të parë thjesht kush bën punë të mira, punë të mira, jo. Kush është më punë miri? Pra ti, Allahu më thoshte të përmend vdekjen fillim, pastaj jetën. Si vdekjen? Për 3-4 arsye, le të përmend 2 më kryesoret. Sepse ti o njeri siç edhe erdhe, dhe e dyta që ti o njeri ke ardhur në këtë dynja, jo për jetësisht, por ka për të vdek. Po, okay, un kam marrë për të vdek, po çfarë duhet bëj në këtë kohë që ti jeton në dynja, zgjidh punën më të mirë për të bërë. Po, punët më të mira janë shumë. Atë çfarë duhet zgjedhë unë? Atë që ti ke mundësi. Atë që ti ke mundësi. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo realisht sintetizon shumë bukur me fjalë pas profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj kohës. Kaloi një hebrej i vdekur, prapo për cilin një hebrej për në vareza. Pejgamberi u ngrit në këmbë dhe filloi çaj. I thanë profet, po çan për një hebrej? Po tha. Po çaj për një hebrej, tha sepse më hiku një hebrej, një shpirt, më hikun zjarrin e xhenemit. Çka ndisin e kohës. Apo shikon çan disi s'ka arrit me sensibilizuar. Nuk kishte arrit profeti me fjalë që ti kushtoi koha atij dhe ndjetë vetë përgjegjës për të. Apo me një fjalë, le të marrim shembullin e Abu Bekrit. Sapo u bë musliman, më njëherë shkoi trokiti tek dera e Bilalit. Le të themi ishte 2 natës. Me standardet e kohës sot, 2 natës. I tha Bilalit, ç'është muhabeti? Tha, a nuk ka ardhur momenti që ti kthehesh Zotit? Po tha nuk pritet mëngjes. Tha, më garanton ti mua që unë do e pres me fjalë, do arrim mëngjesin. Por ta përmbyll me një fjalë edhe sepse s'dua të zgjatëm shumë te ky prioritet, pavarësisht se unë mendoj se lidhet me këtë prioritet me fjalë. Ne vetë, si më thënë, si teolog, po e gjithë rinja islame, po i gjithë populli shqiptar ka nevojë për projekte sensibilizimi.
projekte si civilizimi. Megjithatë më do mundohem ta përmbledh. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, po shikoni koha në cilën ka implementuar projektin hinor të Islamit, është një kohë, le të themi, 23 vjet. Ka implementuar tokë projektin hinor. Nuk gjejmë as kërkund, as në Kur'an, dhe as në Sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam për caktimin e kohës, pra në sa vite do të implementoheshte ose më thjesht do të mbaronte roli i profetit, roli implementues në tokë. I Islamit me fjalë nga profeti Muhammed sallallahu alajhi wasallam në kohën tokë. Megjithatë kur ti i qasë shpak vlerave gjigante, aty projekti me fjalë kaq të madh, kaq të konsoliduar që përmban në vetvete ato vlera aq të mëdha, i shikon që janë implementuar me fjalë 23 vjet, s'ka mundsi. Dikush më thot, "Okay, ai ka qenë profet, mendimin e Zotit në mënyrë të drejtë për drejtë." Po mirë, si është e mundur që arriti me fjalë Omer ibn Khattabi, Abu Bekri dhe Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, që në kohën e Omer ibn Khattabit, halifës së dytë, të fusin në hijen e civilizimit islam 2 apo 3 civilizime më të mëdha që ka parë në histori, atë Pers dhe atë Bizantin. Duke futur këtu edhe Egjiptin, duke futur edhe Yemenin, duke futur këtu edhe Abisinin. Si është e mundur kjo? Në më pak se 20 vjet arriti Omeri. Mos vallë kishte ndaj urdhër prej Zotit që ti në kaq vite do ta bësh? Jo. Po çfarë? Mbi çfarë? Mbi sensin, ndjeshmërinë e madhe që kishin ndaj kohës. Mendimtarët musliman e trajtojnë dimensionin e kohës si një nga elementët thelbësor të civilizimit. Malik ibn Nabiu, Zoti më shëroft, thotë elementët e civilizimit janë 3. Dheu, toka pra, njeriu dhe koha. Pyetet këtu. Po feja është ajo që i mishëron me njëra tjetrën. I lidh trija. Dhe këtu ai jep shembullin e Gjermanisë në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë botërore. Si është e mundur? Gjithë e di me i fesë si u shkatërrua Gjermania në luftën e dytë botërore. Në vërtetë. Megjithatë në më pak se 10 vite, Gjermania arrit me i fesë të futet në karvanin apo në startin e popullve me i fesë më të zhvilluar. Apo kemi Japoninë në luftën e dytë botërore. U shkatërrua totalisht, u dorëzua para forcave me i fesë, aleate. Megjithatë, në vitin 50, në vitin 60 u bë shteti i parë në botë për prodhimin e tekstileve. Në vitin 70 u bë shteti i parë në botë për prodhimin e çelikut. Në vitin 80 u bë shteti i parë në botë për prodhimin e makinave. Toyota, Mitsubishi. Në vitet 90 u bë populli i parë në botë për prodhimin e elektronikës, saqë u unifikua emri Japoni me emrin elektronik. Sa herë kur përmendet elektronika, shkon mendet tek Japonia, dhe sa herë përmendet Japonia, shkon mendet tek elektronika. Si vallë, në çfarë forme, ndjeshmëri shumë e madhe ndaj kohës. Profesor, kurse prioriteti tjetër është prioriteti shumë i rëndësishëm që rëndon fort kryesisht me fjalë mbi supet e aktivistëve musliman apo mbi projektin islam, le të themi, në Shqipëri, është pajisja dhe furnizimi i vazhdueshëm dhe i pashtershëm i kësaj shoqërie me element të shëndosh dhe të plotësuar dhe të kompletuar në dimensionin intelektual, në dimensionin shpirtëror, në dimensionin besimor, në dimensionin moral, në dimensionin shkencor, në dimensionin e përkushtimit fetar etj. Kjo është prioriteti tjetër në që rëndon rënd mbi kuadrët fetar në përgjithësi, mbi projektet me apo aktivistët, le të themi, Islam Shqipëri, edhe me gjithë popullin shqiptar. Kam dëshirë këtu rreth prioritete mos të zgjerohem më tepër, sepse po ta dëshirë me u nolë të çështja e kohës dhe mendoj se diçka hedhëm një vështrim kohës. Shpresoj se do të takohemi bashkërisht hera u tjera, do të diskutojmë për prioritetet në kuptim të gjerë të fjalës, sepse me të vërtetë kemi nevojë shumë në një civilizim rreth prioriteteve. Po, le të kalojmë tani Ramazani. Na intereson shumë si është prit Ramazani këtij viti në Shqipëri, si shkon Ramazani, si janë populli, sa shën ndikim Ramazani, a bën ndikim, dhe sa ka rritë që Ramazani të del për atij zhanrit të zakonit. Ne shpeshherë edhe këtu gjojmë njerëz cilët ende janë në atë vijen, sepse vijen që Ramazani konsiderohet një zakon. Dhe mund të ketë agjëruar 10 Ramazana, por mos pa lëviz vendi, pa renovuar asgjë nga jeta e tij. Realisht, se më thënë,
Ramazani në Shqipëri mendoj se është jo totalisht, më në base jo totalisht, absolutisht, por mendoj se është shumë larg të qenurit zakon. Mund të kemi element që mund të jenë shumë, po që nuk janë fenomen të cilët agjerojnë për zakon. Unë mendoj, përsëri kthehem përvojës time të thjeshtë dhe modeste, që Ramazani në Shqipëri tashmë me i fjalë ka dalë nga konturat e qenurit zakon. Mendoj se populli shqiptar me i fjalë në Shqipëri, besoj kështu duhet të jetë edhe në Kosovë dhe Maqedoni, po gjithsesi me i fjalë njihni më mirë këtë lloj aktualiteti. Mendoj me i fjalë se agjerohet ndërgjegjshëm. Alhamdulillah. Gjendet, pra kërkohet tek Ramazani që njeriu me i fjalë të rinovojë relatat e tij me Zotin, relatat e tij apo marrëdhëniet e tij me veten e tij, me shoqërinë, me familjen. Vërejmë her pas here me i fjalë njerëz që rishtazi përkushtohen me i fjalë në Ramazan. I kthehen jetës me Zotin, jetës me besimin, jetës, si më thënë, me përkushtimin fetar në Ramazan. Her pas here futesh në xhami, shkon të marrësh abdes, gjen me i fjalë shpesh, 3-4 veta, duke u mësuar nga të tjerë më përpara, që kanë filluar përkushtimin më para atyre, duke u mësuar abdesin. Dhe ata vetë mi fjalë shprehin të themi, si më thënë, atë përvojën e tyre dhe kënaqësinë e tyre të parë me i fjalë kashi përkushtimit. Pra, mendoj edhe një herë, si më thënë, se Ramazani në Shqipëri ka kaluar, ka dalë nga konturat e qenurit të tij zakon, dhe shikohet apo trajtohet si një sezon realisht i begat, ku në shumë raste në mënyrë të ndërgjegjshme njeriu reflekton, ndryshon sjelljet e tij, normat e tij, marrëdhëniet e tij, objektivat e tij, si më thënë, qasje ndaj parimeve, qasje ndaj të keqes dhe ndaj të mirës. Shkputet nga e keqja më tepër, afrohet tek e mira më tepër. Një lloj shkolle ku njeriu avancohet. Realisht me kjo vren në Shqipëri. Një lloj shkolle me fjalë ku njeriu avancohet dhe njerëzit me fjalë kur dalin nga Ramazani e kupton dhe e ndjen me fjalë që u vjen shumë keq që u shkputën nga ky muaj. Dhe nuk shef me fjalë dikot thotë që shqyqy që mbaroi me fjalë të tjera më radh. Profesor, veç të pritja e Ramazanit, normal, ishte para disa dite, po që na intereson të pritja, konsideroni që pritja e Ramazanit, sidomos në nivelin e reklama, në nivelin e sensibilizimit mediatik e kështu me radhë, a konsideroni që pak po bëhet për Ramazanin, nëse krahasojmë për shembull me festa të tjera, nëse krahasojmë me festat e fundvitit, të cilat parafisisht 1 muaj, 2 muaj ditë janë, domthonë edhe mediat janë, edhe reklamat janë të stërmbushura me ndërsa për shembull te Ramazani mungon kjo një gjë e tillë. Normalisht kur e krahasojmë me këtë lloj çështje me reklamën që u bëhet festave të fundvitit, normalisht me fjalë këtu stonon problemi. Por po ta krahasojmë me fjalë lidhen, si më thënë, reklamën që i bëhet hyrjes së Ramazanit apo pritja, ose si i bëhet pritja, si më thënë. Të këtyre viteve të fundit me vitet më përpara, normalisht që jemi shumë më para. Nëpërmjet medias së shkruar, asaj elektronike, asaj vizuale, etj. Me radhë. Por mendoj se kjo barë kryesisht bie mbi institucionet islame në trevat tona. Nga ato me fjalë përfaqësuesit muslimane, bie mbi shpallat e OJF-ve, bie mbi shpallat e aktivistëve dhe ftuesve islam përgjithësi, të teologëve, të hoxhallarëve, të imamlarëve, të vetë njerëzve me fjalë që janë përkushtuar. Unë mendoj se asnjë gjë nuk pengon me fjalë, si më thënë, iniciativat vullnetare për t'i bërë reklamë. Do thotë edhe shoqëria civile ka dorën e vet. Absolutisht po, dhe me fjalë vrejmë bashkëpunim dhe gatishmëri të shumë, si më thënë, njësive bashkiake dhe pushtetit lokal me fjalë për t'i bërë reklamë Ramazanit, nëse vetë me fjalë frekuentuesit e xhamive, përkushtuarit musliman me kanë dëshirën që t'i bëjnë me një reklamë të tillë. Derisa jemi te Ramazani dhe do të thotë lajmet tua janë shumë inkurajuese dhe me të vërtetë na vojnë të lumtur që ju keni kaq atmosferë të mirë në Shqipëri. Po mendoj se jeta gjithashtu. Sigurisht. Ne gjithëmi të lumtur me, do thotë, çdo njeri prej nesh ka ambicie të jetë më mirë, po megjithatë jemi të kënaqur me ecurinë dhe në krahasim me të kaluarën, domethënë nëse gjithëri matim me të kaluarën, atëherë situata gjithëherë në avans edhe është më e mirë. Më lejo që të bëj një ndërhyrje të vogël këtu. Unë mendoj se problemi kryesor prapë ka të bëjë lidhje me ato prioritetet, por unë kam besim se ti do më lejosh të kthehem edhe një herë, kështu një kërcim të vogël do ta bëjmë, si më thënë. Realisht nuk e kam, si më thënë, nuk jam fare i shqetësuar për situatën, le të themi, nëse do ta kapim në aspektin pesimist.
për situatën në cilën ndodhet Islami sot në treva shqiptare, sa jam i shqetësuar për, si më thënë, për angazhimin e muslimanëve vetvete me të gjitha kategoritë e tyre. Në momentin që muslimanët fillojnë me i fjalë të punojnë ashtu siç duhet, të angazhohen me punë ashtu siç duhet, unë mendoj me i fjalë se këtu është triumfi i vërtet. Te kjo pyetje deshta ta rriun. Do thotë so janë shqiptarët human, so fisnikruan. So është kontributi vullnetar i shqiptarëve musliman, karshi edhe kombit, karshi edhe fes, po sidomos kur flasim për Ramazan, për arsye se në Ramazan vërehet vazhdimisht ngjallja e një humanizmi, fisnikrimi i shpirtit, aspektet vullnetare, edhe financiare, po edhe fusha tjera. Mendoj se asnjëherë duhet harrojmë se kur bëhet fjalë për vlera kaq të mëdha, siç është vlera e vullnetarizmit, kërkojnë kohë. Kërkojnë të kohë me i fjalë për të ndërgjegjësuar për vlerën e tyre një aspektin teorik, kërkojnë kohë edhe për ta, si më thënë, përbrendësuar ato. Edhe për ta bërë pjesë integrale të sistemit të vlerave personale, le të themi, edhe shoqërore. Dhe ka dash Zoti i Madh që aktiviteti islam në Shqipëri edhe në këtë aspekt i ka dhënë frytet e veta. Edhe besoj një gjë me i fjalë, edhe në trevat tjera shqiptare, si në Kosovë dhe Maqedoni, dhe kjo është e vrejtur. Le të marrim disa elementë thjesht. Për shembull, nga xhamatet e xhamive në Ramazan përfitojnë hajër dhe të mira edhe ata cilët nuk janë pjesë të xhamive, si në aspektin shëndetësor, në vërtet, në aspektin ekonomik, në aspektin le të themi e problemeve shoqërore të ndryshme të jetës më radh. Vrehet, si më thënë, dukshëm, konstatohet dukshëm me fjalë brenda në xhami, kur shtrohen natë për natë me fjalë iftare edhe si fyre, kur përfitojnë me fjalë dhe bëjnë pjesë të këtij bereqeti me qindra, mund të kalojnë 500 dhe 600. Të gjitha këto iftare janë kontribute të xhepave të muslimanëve. Profesor i nderuar, na ke inkurajuar vazhdimisht me lajme të mira nga Shqipëria. Na si kosovar vazhdimisht syt i kemi Shqipërisë, edhe politikisht, edhe për shumë sfera. Më intereson derisa flasim për zhvillimin e islamit në trojë shqiptare, do të thotë gjithimit lumtur me vrullin e kthimit me xhamiat janë të mbushura, me atë që po shohim gjatë ditëve të Ramazanit, me atë fisnikrin dhe humanizmin. Mirë po, krahas tyre ka dhe dukuri negative. Ka dhe disa dukuri asociale që po ndodhin në shoqërinë tonë që ndonjëherë shqiptarët nuk i kanë pasur dukuri. Më intereson tani, a mund të vrehet për shembull Shqipëri se zhvillimi i islamit, kthyrja e njerëzve në xhamia, a reflekton kjo në reduktimin dhe zbutjen e këtyre dukurive negative? Kjo reflekton në disa dimensione ose në disa forma, le të themi më saktë. Po dy janë format kryesore. Forma e parë është më e thjeshta. Në momentin që kemi të bëjmë me një tri apo me një grup trish që i kthehen jetës së xhamisë, natyrshëm dhe logjikisht do të thotë që ajo shkput nga një lloj jete tjetër. Le të themi jeta e shturur. Po jo gjithmonë dhe jo absolutisht do të thotë që ai që nuk është në xhami dhe është i jashtë xhamisë, do të thotë që është i shturur. Jo. Por në momentin që ne kemi të bëjmë me një person që futet në xhami, logjikisht dhe teorikisht kemi të bëjmë me një person që është shkput nga disa vese dhe disa probleme. Edhe nëse nuk arrit shkputet me një herë ose shpejt, ai nëse do të vazhdojë me rrugës, do të vazhdojë të frekuentojë shtëpinë e Zotit, adhurimin e Allahut, domethënë dhe besimin të, natyrshëm ai ka për të shkputur nga ose të paktën varësia e tij ndaj këtyre veseve jo të hijshme ka për të dobësuar. Pra pavarësia e tij ndaj këtyre veseve ka për të shtuar më tepër. Kjo është forma e parë. Pra momenti që futet tjetër në xhami, i kthehet për kushtimet fetar, do të thotë që është shkput nga këto vese. Forma e dytë që është më e rëndësishmja, që ka të bëjë lidhje me atë që unë potencova pak më parë, që ka të bëjë lidhje me një nga prioritetet kryesore, që konsistonte në furnizimin e shoqërisë shqiptare të gjitha trevave me elementet e shëndoshë, edhe të plotësuar me të gjitha dimensionet që përmenda pak më sipër. Në momentin me fjalë që ne kemi të bëjmë me një tri të përkushtuar, natyrshëm ky i ri do ta zhvillojë jetën e tij në shoqëri, në shkollë, në universitet, në katedër, në firmat tregtare, le të themi,
në aktivitetin ekonomik, industrial, e tjera me radhë. Kemi me fjalë inxhinier, kemi ekonomist, kemi jurist, kemi doktor, kemi gjykatës, kemi politikan, e tjera. Momenti që këta aktivizohen natyrshëm, sepse xhamia tek e fundit është një institucion edukimi, ku ai I qaset këtij edukimi në kohë të saktuar, pastaj kthehet përsëri le të themi në jetën civile të përditshme, në aktivitetin e tij ekonomik, shkencor, akademik etj. Këtu ai në vetvete, me modelin e tij që paraqet, ai natyrshëm e pakson të keqen. Për arsye se shoqërisë shqiptare, po si më thash shoqërisë humane kudo që të jetë, natyrshëm dhe vazhdimisht me fjalë, në mënyrë si më thash permanente, I duhen modelet. Dhe në momentin që krijohet modeli, njeriu nuk është prehet keqes gjithmonë. Në momentin që si më thanë modeli I mirë është prezent në mesin e njerëzve, natyrshëm njeriu ka ku të referojë, sepse e keqja do apo s'do e mundon njeriu. Dhe në momentin që e keqja e rëndon, ai kërkon zgjidhje. Mirë, por nëse mungon modeli I mirë, s'ka ku të referohet. Në momentin që modeli I mirë është prezent, ai referohet, sepse njeriu natyrshëm krahason mes modelit dhe stilit të jetës së tij, edhe stilit të jetës së kolegut të tij. Thot zotri, çfarë bën ti me fjalë që ti je një, le të themi, nën punës I suksesshëm, njëkohësisht edhe një fetar I mirë. Një ekonomist I mirë, por njëkohësisht edhe një, si më thënë, një falës I mirë, apo një person me fjalë që frekuenton xhamin e Zotit, apo edhe adhuron Allahun mandueshëm Ramazan. Dhe natyrshëm me fjalë, kjo lloj situate lind dhe shtron pyetje në mendjen e tij. Këto pyetje e shtyn mendjen që të kërkoj përgjigje, edhe këto përgjigje ku do referohet për këtë përgjigje ky njeri? Do të referohet modelit, shembullit. Ndryshe, Allahu mandueshëm ka paraqit shembullin e modelit mirë që aktivizohet në jetën civile të përditshme, me shembull një tulle në mes të një muri të kalb. Një tulle shëndosh në mes të një muri të kalb. Shikoj sa bukur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka për të bërë kiameti, nuk do shkatërrohet dynjaja derisa të mos ketë në faqe të dheut qoftë edhe një person I cili thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Njëri I mirë. Një person. Do me thënë, Allahu mandueshëm, si me thënë, e trajton si sebeb dhe si shkak kryesor elementin e shëndosh, shoqërisë me fjalë, për ta mbrojtur shoqërinë nga shumë të liga. Po jo thjesht me bereqet, por realisht e ka efektin e tij pozitiv në shoqërinë ku ai është. Pastaj profesor, natyrshëm ai ndihmon shoqërinë të largohet keqës dhe të afrohet nga e mira. Shikoni sa bukur shpejt Allahu mandueshëm ndaj kërkesës që bën politeistët Mekas kur I thon me fjalë kur I thon Allahu mandueshëm. O Allah, pra normalisht ata e njihin Zotin, Allahu mandueshëm. Nëse ky profet, është I vërtet dhe Kurani është I vërtet, për të na e provuar na zbrit shkëmbi nga qielli. Çfarë tha Allahu mandueshëm? Allahu mandueshëm kur nuk do t'i ndëshkonte ata, nuk do t'ju zbriste shkëmbi nga qielli. Përderisa ti o Muhammed je në mesin e tyre dhe përderisa në mesin e tyre janë disa njerëz që I kërkojnë falje Zotit, Zot na ruaj. Pra bëhet sebeb me fjalë personi shëndosh, elementi shëndosh që ta ruaj shoqërinë me fjalë nga e liga dhe poshtërsia. Çfarë tha Shuaibi alayhi salatu wassalam kur erdhën Zot na ruaj me fjalë njerëzit të denaturalizuar në aspektin gjenetik dhe në aspektin e instinkteve e epsheve të rëndomta, kur shkuan tek Shuaibi, alayhi salatu wassalam, çfarë tha Shuaibi? Elejse fikum rajulun rashid? A nuk kanë mesin tuaj një burr të mençur? Një burr të mençur nuk kanë mesin tuaj? Sepse Shuaibi e dinte që po të kishte në mesin e tyre, qoftë I burr të mençur, do të kishte mundësi më marrë vesh me ta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, me këtë do mundom që ta mbyllim këtë koncept sepse është një koncept shumë I rëndësishëm. Thot an-nasu ka ibli mi'a la takadu tajidu minhum rahila. Njerëzit janë si punë e karvanit të 100 deveve që me zor gjen me fjalë një deve për ta tërheq, për ta komanduar, si më thën, karvanin. Kështu janë edhe elementet e shëndosh në mesin e shoqërisë. Jo të gjitha, si më thën, jo të gjithë njerëzit do të kenë raporte të njëjta kashit të mirës dhe të keqes. Dikush do jetë me fjalë shumë afër të mirës, po këto I bie që të jetë shumë pak. Dikush I bie që të jetë më afër të mirës, dikush do ketë marrëdhënie me të mirën, po do jetë më afër të keqes, dhe dikush do të na ruaj, do të jetë me fjalë prehet të keqes totalisht. Megjithatë, pavarësisht se është prehet totalisht të keqes, tendenca e tij e brendshme, e natyrshme, fitrie, brenda në shpirtin e tij, kashit të mirës ekziston.
Mirë, po kur i ngjallet atëherë kur pranë ti ndodhet i miri dhe i plotësuar. Modeli. Ishte edhe një shkëndijë ishte ta tërhiq këtu gjatë gjithë këtij elaborimit edhe analizës. Është një lloj betejë vlerash dhe antivlerash, derisa flasim për njerëz dhe është shumë e rëndësishme këtë kohë që këtë njerëz cilët kanë kritere ndaj vlera. Tani për shembull, diçka që ti mund ta konsiderosh vlerë, dikush mund ta konsiderojë antivlerë. Dhe këtu tash është më rëndësishme që njeriu i mirë ose të kemi kritere të përgjithshme nëpërmjet cilës do ta gjykojmë vlerën, sepse ti i din ngjarjet e fundit, lajmet e fundit dhe përpjekjet e disa çarçeve që vërtet disa antivlera të imponohen si vlera. E para që duhet kemi parasysh se sado përpjekje që të ketë në faqet dheut, për t'i denaturalizuar vlerat, dhe vlerat bën antivlera dhe antivlerat vlera, kjo nuk mund të realizohet absolutisht. Mund të ketë në një farë formë një lloj suksesi, por nuk mund të jetë predominant. Nuk mund ndodh. Sepse në momentin që ne e pranojmë, ta supozojmë se mund të ndodh, teorikisht me fjalë, që s'ndodh realisht, në momentin që e keqja bëhet e mirë dhe e mira e keqe, do të thotë që ligji i drejtësisë në faqet dheut është prish. S'mund të ekzistojë jeta. Nuk mund të ekzistojë jeta. Jeta shkon me fjalë drejt kataklizmës parakoshme. Mirë, po kataklizma me fjalë do të ndodh atëherë kur ka caktuar Zoti i gjithësisë. Zoti i gjithësisë. Veç kësaj, do të pas parasysh se e para gjë me fjalë është Zoti i gjithësisë ai që i ka garantuar vlerat në faqet dheut, dhe ka një garant tjetër material, shumë i rëndësishëm, që është natyrshmëria e njerëzve. E mira është brenda njeriu. Pavarësisht se njeriu ka tendenca për ka e keqe, siç thotë Allahu më në Kur'an. Felhemaha fujura wa taqwa. Njeriu t'ia inspiroi me fjalë tendencë për ta ke mira dhe për të ke keqja. Po edhe vetë profeti kur ka fol për mëkatin e ka cilësuar diçka që të bren nga brenda. Por njëkohësisht ka thënë çfarë? At-taqwa ha huna. Devotshmëria është këtu brenda. Të dyja këtu brenda janë. Pa nuk mund të fshihen ato. Pra njeriu prap ngelet i mirë në natyrën e tij. Momenti i caktuar predominon e keqja. Mirë, po s'mund të sundojë e keqja në faqet dheut totalisht. Mund të sundojë në një farë kohe, por jo totalisht. Mund të jetë predominante për një farë kohe, po jo përgjithmonë dhe përjetësisht. Mund të predominojë në një pjesë të faqes së dheut, po jo në gjithë faqen e dheut. Përndryshe, prishet ligji i drejtësisë faqet dheut dhe shkatërrohet dynjaja. Sepse ajo që e bën dynjan të ekzistojë kush është? Ligji i drejtësisë. Drejtësia, e ceket më herët. Ligji i drejtësisë ajo e bën me fjalë, si më thënë, jetën njerëzore të ekzistojë. Çfarë thotë Allahu i Madhëshëm? Pse Allahu i Madhëshëm i shkatroi, si më thënë, ca të rinj, një grup të rinj që ishin 9 apo le të themi 7 apo 9 veta, të cilët që janë sebe për therrjen e devesë së Saliut. U bën me fjalë 7 apo 9 të rinj dhe shkuan dhe therrën devën e Saliut, e cila ishte argumenti i Allahut Madhëshëm me fjalë që kishte dalë nga shkëmbi. Çfarë thotë Allahu i Madhëshëm për ta? وكان في المدينة استعيذ بالله بسم الله وكان في المدينة 9 رهط shive pasaj يفسدون في الأرض ولا يصلحون subhanallah. Dhe në qytet ishin një grup të rish që vetëm shkatërronin dhe nuk rregullonin. Pra prej tyre nuk kishte asnjë lloj të mire. Prandaj edhe duhet ndeshkohet. Prandaj me ato u shkatruan. I dogja Allahu më i fshiu nga faqja e dheut. Pse? Sepse ata nuk i shërbenin qëllimit për cilin ishin krijuar me asnjë lloj forme. Për atyre nuk vinte me asnjë lloj mire. Prandaj me fjalë ajo kurse nuk mund të predominojë. Unë mendoj se këto fenomenet e reja që kanë dalë, e para nuk janë fenomene. Nuk janë fenomene. Le të fusim këtu, le të përmendim çështën e kejve etj. Kujdes se çfarë. Unë mendoj se pa dashje, edhe ne vetë, dhe këtu kam parasysh me fjalë, teologët, po edhe masat e përkushtuara muslimane, e farë mënyre, në disa raste janë përdorur si mekanizma për t'u ngritë zërin me fjalë dhe për t'i nxjerrën pa këto lloj fenomene, këto lloj le të themi me fjalë sjelljesh anormale. Jo fenomene. Po nuk janë fenomene, por media, po edhe ne me një farë mënyre, me fjalë mënyra se si u qasemi, jemi bërë si mekanizëm me fjalë për t'i bërë si fenomene. Realisht nuk janë fenomene. Sa prej atyre me fjalë, pse nuk janë fenomene? Po nuk mund të jenë fenomene. E para me fjalë aspektin real, sa le të themi. Tani po i quajnë edhe komunitet. Okej, komuniteti fillon me fjalë nga dyshi deri në 2 milion. Nga dyshi, numri 2 me fjalë,
apo numri 3, deri në 2 milionë, si më thënë. Ha? Po të hyjmë me numra, këto i bie që të mos jenë komunitet. Po është komunitet, por se komunitet me fjalë le të themi metaforik, po nuk është komunitet. Real. Real, që të ketë peshën e vet. Po është një komunitet në minorancë dhe e trajton veten në minorancë dhe e dien me fjalë këtë le të themi trajtim të natyrshëm që i bën shoqëria, që i trajton si minorancë, ë? Por se me forma të saktuara, ku e di se çfarë, që mund të jenë edhe shumë abuzive, që mund të përdoren edhe për aspekte materiale, ë? Dalin pa. Dhe shfaqen. Por her pas herë fshihen. Duke pas parasysh që këto janë vese humane që nuk kanë munguar asnjëherë në faqen njerëzore. Mirë, problemi është tek organizimi dhe tek mënyra se si propagandohen edhe reklamohen etj. Po asnjëherë nuk mund të bëhen komunitet dhe vlerat asnjëherë nuk mund të bëhen antivlera. Edhe pozitivistët, të cilët me fjalë janë munduar të qasin vlerave, jo nga burimi hynor apo natyror, janë të gjithë të mendimit se vlerat ngelen vlerë, pra janë një pjesë e vlerave thelbësore që janë absolute dhe nuk janë relative. Por shumë kur vjen puna tek çështja e drejtësisë, të gjithë kanë dakord me që vlera e drejtësisë është absolute. Okej, nëse dikush thotë me fjalë që është relative në mënyrën se si i qasen. Aplikimi është relativ, po drejtësia është drejtësi. Drejtësia. Dhe njeriu natyrshëm e kupton se ç'është drejtësia dhe ç'është padrejtësia. E kupton se kur ti bëre drejtësi dhe kur ti bëre padrejtësi. Por derisa të gjithë, veçanërisht me sistemin demokratik, lufton, pavarësisht se është një sistem me shekullar dhe laik, lufton që gjykata të jetë çfarë? Totalisht e pavarur. Et mos ketë as aplikojë sistemet e tjera, aparaturat e tjera të shtetit. Ç'a tregon kjo? Tregon se vlera e drejtësisë ngelet absolute. Profesor, kur është fjala te familja. Familja është celula e shtetit dhe ne si shqiptar mburremi para botës me sistemin familjar, me familjen, me rregullin, me humanizmin që dominon familje. Ndoshta tani dëshiroj të diskutojmë bashkërisht dy pole ose dy dimensione që po ndodhin. E kaluara familja shqiptare ishte mbyllur, ishte sistemi i hekur, ndoshta ndonjëherë edhe ishte mbyllë, ishte e tepruar. Tani jetojmë një kohë kur jemi hapur ndaj çdo vlerë, antivlerë, civilizimi kështu me radhë, jemi konsideroj kanë që jemi tepër të hapur. Para disa ditë më pëlqej një mendimtar kur thoshte se na kem lyp me një hap dyrt, e na u ka hapa çatia, na u ka hapa tavani. A konsideron që këtu është një farë krize e familjes shqiptare që është tepër e hapur në çdo aspekt, edhe vlerave, civilizimit të huaja. A konsideron që na i importojmë për momentin shumë kultura, shumë duke, shumë pa i seleksionu, pa i analizu, sidomos kur fjolla nga perëndimi? Ky pohim i fundit realisht ka nevojë për argumente dhe ne i referohemi gjithmonë me pohimit të studiuesve dhe të sociologëve, të mendimeve të tyre të shkruara, të referencave të këtyre fushave, dhe ata realisht pohojnë se pohojnë se për fat të keq familja shqiptare është jo pak e ndikuar nga imitimet pothuajse të verbra që i bëhet me një stili të caktuar jetese familjare që realisht nuk është e pranuar edhe nga sistemi i civilizimit në cilin e jetojmë, por nëpërmjet aparaturave gjigande të medias po paraqitet si i mirëqen. Raportet familjare tashmë dihen nga gjithë njerëzit, natyrshëm njihen, burr, grua dhe fëmijë. Dhe ky raport është një raport që ka urdhëruar Zoti që të ruhet dhe vetë natyrshmëria humane urdhëron që të ruhet. Njeriu natyrshëm kërkon ruajtjen e kurorës, ruajtjen e familjes nga çdo lloj cënimi me fjalë të jashtëm apo të brendshëm. Mirë, po ka një problem edhe shtas. Mirë, po ka një problem, është vërtet, ka një problem. Në momentin kur njeriu këtë tendencë të natyrshme për ta ruajtur familjen, nuk ka ku ta kapi, nuk ka ku ta lidhi. Do t'i referohet do apo s'do një modeli të caktuar jetese familjare që potencohet fuqishëm dhe reklamohet fuqishëm. Si i këtij modeli që reklamohet sot dhe shohim vazhdimisht me nëpër media. Pavarësisht se kjo s'është i bindur për shembull. Pavarësisht se nuk është i bindur. Është si puna e macës, kur ti ja jep me fjalë një copë mish, jep me dorën tënde, ha ndër sofër. Dhe kur e grabit, ikën me vrap.
Kjo është edhe puna e marrëdhënieve bashkëshortore në shumë raste, dhe jo në gjitha rastet. Janë të martuar çifti, burri dhe gruaja. Dhe në krahun tjetër, duke rënë pre e epshit të tij, duke hik natyrshmërisë të tij, dhe duke imituar verbërisht modelin që i paraqitet dhe i reklamohet fuqishëm, ndërton marrëdhënie jashtëmartesore, duke qenë i fshehur, pra fshehur azi, dhe duke ruajtur maksimalisht nga partneri i jetës tim, partneri i ligjshëm. Edhe këtu shohim një jetesë ose një stil dualist, ose le të themi me fjalë të dy fisht jetese. Këtu me fjalë është i lidhur jashtëmartese, jashtëkurore me dikë tjetër në mënyrë paligjshme, dhe këtu kërkon me xhelozi dhe fanatizëm ta ruaj kurorën. Atëherë si bie çfarë? E natyrshme i kërkon këtë. Mirë, po nuk reziston dot me fjalë reklamimit të fuqishëm dhe si më thënë, potencimit të fuqishëm që i bëhet nga jashtë. Atëherë cili është shpëtimi? Vetë Europa, vetë sistemi aktual, civilizimin në cilin jetojmë, po i kthehet natyrshëm dal nga dal fesë në kurimin e disa fenomeneve shumë negative që kanë me lidhje edhe me familjen, por që ky si sistem, ky si civilizim me aparaturat e tij nuk është gjendje që t'i zgjidhë dhe t'i kurojë. Teknologjia, pavarësisht se ka arrit aty ku ka arrit, nuk e zgjidh dot problemin e familjes. Nuk e zgjidh dot problemin e mangësisë demografike. Europa sot me fjalë provuan rënd në aspekt demografik. Paksimi i lindjeve, paksimi i fëmijëve, paksimi i popullatës, shtimi i vdekshmërisë. Kemi një ndarje, një hendek me fjalë që zerohet vazhdimisht mes moshës madhore të madhe, mes pleqjve, edhe fëmijëve. Unë kam dëgjuar një statistikë shumë të frikshme që një nga shtetet me fjalë perëndimore ka më tepër maca dhe qen se sa fëmijë. Pra bëhet llaf me fjalë për 3-14 milion me fjalë maca dhe qen dhe për 8 milion fëmijë. Pra kam dëgjuar me fjalë një statistikë me fjalë prapë të frikshme që një nga shtetet europiane në vitet 60-70 ka qenë me fjalë 10 milion më tepër se sa ç'është sot. Kjo është e frikshme. Atëherë cila është zgjidhja? Civilizimi aktual me këto aparatura materiale, amaterialiste, ka zhvilluar, nuk e zgjidh dot. Atëherë si bie kush me i zgjidh? Feja. Sepse janë disa fenomene që nuk mund t'i zgjidh kush tjetër përveç se besimi. Unë që ta ruaj kurorën time, nga lidhjet jashtëmartesore, i hik ligjit, i hik teknologjisë, mund ta bëj fshehur azi. Por më tepër ligji sot nuk më ndalon se duke u justifikuar me ruajtjen e të drejtave të njerëzit, të kundërt më cënohen të drejtat e njerëzit, atëherë s'u bëj çka du. Në krahun tjetër, e vetmja gjë që më ruan mua, atë mos shkelni këtë drast kalbur, dhe natyrshëm të cënoj kurorën me fjalë, dhe natyrshëm të ruaj ato fryte të domosdoshëm me fjalë, human me fjalë social, nga të cilat dalin nga kurora me fjalë, nga familja, kush më bën? Besimi. Frika ndaj Zotit. Besimi, jo vetëm frika ndaj Zotit, dhe dashuria për të, por edhe besimi se këto ligje që i ka zbrit Allahu më thosh janë perfekte, janë të vetmet me fjalë, je më i lumtur. Janë të vetmet që mund ta mbajnë me fjalë këtë kurorë në këmbë. Edhe unë veç kësaj adhuroj Allahun e Madhërisht nëpërmjet me fjalë lidhjes në kurorë, nëpërmjet rrujtjes së vlerave të mia etj. Prandaj po shohim sot një kthim, si më thotë, të tendencës ose shtim të tendencës perëndimore, për të kthyer nga feja për të zgjidhur këtë lloj problemesh, por ka diçka shumë pozitive. Le të kthehemi prapë tek aktualiteti shqiptar, që e ndihmon me fjalë tendenca perëndimore për të kthyer fesë. Islami në Shqipëri, ashtu siç kemi të bëjmë me fjalë, me shtim apo konsolidim me fjalë të fenomeneve negative që rrezatojnë natyrshëm me fjalë edhe tek familja, kemi të bëjmë me konsolidim dhe ngadalë të përforcim dhe shtim edhe të, le të themi, kthimit të popullit shqiptar tek feja. Dhe feja del ngadalë me fjalë fillon, si më thonë, të zgjerohet në hapësirat e jetës individuale, familjare dhe shoqërore, dhe vazhdimisht njerëzit shtohen me fjalë, ata njerëz që kërkojnë të kthehen fesë në zgjidhjen e problemeve të tyre, apo me fjalë feja konsiderohet për ta si motivi kryesor për rrujtjen dhe konsolidimin e vlerave personale, familjare dhe shoqërore. Për ta përmbyllur fund, mos harrojmë se këto fenomene ose me fjalë këto ndikime dhe rrezatime ndaj familjes nuk janë probleme të thjesht familjes. Janë probleme të sistemit në cilin ne jetojmë, të cilat natyrshëm, ashtu siç rrezatojnë në shumë dimensione të këtij civilizimi, rrezatojnë me fjalë edhe tek familja. Profesor, jam shumë falendërues. Vërtet ishte një
qast i këndshëm që bashkë biseduam. Shpresoj që do të takohemi edhe hera tjera. Miq të dashur, ju përshëndes kudo që jeni. Vërtet ishin momente shumë të mira të bashkë bisedoj me një teolog nga Shqipëria. Ju premtoj se edhe hera tjera do t'i vazhdojmë këto ora të bisedave, ose duke i ftuar miq tanë këtu në Kosovë nga Shqipëria, ose duke i vizituar këta në Shqipëri. Deri në takimin e radhës, ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Allah e shpëlbeft. Sa do të dash sukses.